drejtën këtë rast. Në rast se ju nuk keni guxim të votoni kundër këtij neni, atëherë çojeni në gjykatë kushtetuese, sepse kasi me vërtet është organ administrativ, po për mendimin tim është kuazi gjyqësor dhe mund ta vendosë në lëvizje gjykatën kushtetuese që të shprehet për këtë. Nga ana tjetër, procesin e kam ndjek paralelisht duke e çuar edhe në kolegj zgjedhor, që është hallka tjetër e ankimimit. Seanca ime është me datë 12 qershor, po e them nga kjo studio, me datë në orën 11:30. Ndërkohë, ka pas zhvillime tjera, sepse një nga kërkesat e mia në kas ka qenë dhe me lëvizjen e legalitetit, ku unë ditën e djeshme, rreth orës 20 të mbrëmjes, jam legjitimues si palë në proces, kështu që do merret parasysh kërkesa ime për hapjen e kutive në Durrës në këtë rast. Kemi pasur debate me zotin Rusmajli, pra unë dhe zotin Rusmajli, përsa i përket metodologjisë së provave, sepse zotin Rusmajli pretendonte që një kuti që do gati 75 minuta për të rinumëruar, për votat e kandidatëve flas, që unë ta bëja për 1 minutë. Po kjo është e pamundur, sepse manipulimi duhet ndjekur në dinamik, pra duhet shikohet e gjithë video për të kuptuar se si janë marrë votat nga këtu dhe janë çuar aty, ose sa vota ka pas Auloni dhe Iliri dhe sa janë shkruar në proces verbal. Sepse unë kam marrë videot nga KQZ, kam marrë dhe proces verbalet dhe i ballafaqoj me njëra tjetrën. Më del ndryshe në video, ndryshe në proces verbal. Ky ishte debati. Fakti që patëm këtë debat, ata ma shtyn deri të hënën, që ne të mblidhnin prova tjera me metodologjinë e kasit në të rast për t'i çuar dhe unë po punoj për këtë çështje dhe të hënën sigurisht që ne do të shkojmë drejt këtij drejtimi. Qartë, Aulon, për sa vota pretendon diferencë? Ilir, ta them me sinqeritetin më të madh. Për te kësaj. Po ja pra po ta them. Që është parimore gjitha kjo dhe unë komplimentoj. Për te, unë nuk kam pas mundësi për mi pa të gjitha kutit. Shikoj, janë 493 kuti në Durrës, unë kam pa vetëm 40 kuti. Sepse nuk ke kohë fizike për me ndjek procesin. Prandaj me këtë 40 kuti, që është një kampionim këtë rast, që shkon gati 8-9%, i kërkoj kasit që të hapet i gjithë qarku Durrësit, edhe kutit e diasporës, që në Durrës janë 84, pse jo, që të hapim edhe të shikojmë transparencë. Unë nuk e di se sa vota më janë marrë. Unë kam konstatu pa rregullsi, pa diskutim, se prandaj kam shku në kas. Se nuk jam aventurier që dalë domethënë për me kërkuar rinumërim kot. Por sigurisht që aty do të shikohet se ku ka shku vota e kandidatëve. Tirana. Nga ana tjetër, Ilir, unë kam konstatu jo vetëm vot për kandidatët, unë kam konstatu të paktën në 2 kuti, bile si kam kutit tu, do më thënë me numra, 13-6 mos gaboj, që Partia Socialiste i ka marrë vota Partisë Demokratike dhe disa votat pavlefshme janë kalu Partisë Socialiste. Dhe kjo është me video. Pra ndaj kasi ditën e djeshme i kam bërë me dije këto 2 fakte. Pra, edhe për subjekte politike, edhe për kandidatë, sepse videot që kam marrun, nuk kam marrë vetëm video për kandidatët. Unë aty dëshmoj që ka pasur manipulim edhe midis subjekteve politike. Kjo ishte ideja dhe Kasim thonte që ti duhet merresh vetëm me votën tënde personale. Ndërkohë i thash këtu ka manipulim pak më të gjerë se vota ime personale, sepse videot që kam parun kanë qenë kur janë numëruar Parti Socialiste, Parti Demokratike, për ta thjeshtuar. Ose 9 subjekte sa kanë qenë në kësaj radhe në fletë votimi. Dhe nga aty kam nxjerrë se sa ka një kandidat, sa ka kandidati tjetër. Por tani me precedentin që u vendos, me Durrësin dhe Tiranën, sigurisht që do hapen kutit për të pa. Ta kuptova, do të rinumërohet për qarkun e Tiranës, çfarë pret nga kjo dhe a ke shpresa që të hapet edhe Durrësi? Po, unë do hapet dhe Durrësi, pa diskutim, sepse te seanca ime u vendos dhe për Tiranën dhe për Durrësin. Por ajo që e ka pengu Durrësin deri tani është vetëm çështja e provave se si duan ata pra. Kjo është ideja. Tani ç'a presun nga Tirana? Ama nuk jemi përpara faktit kryer, kështu që nuk jemi, po, do presim deri të hënën. Po fakti është që unë jam legjitimuar si palë në proces. Fakti që jam legjitimuar sigurisht që do hapet. Tani ç'a ndodh? Qa presun nga Durrësi dhe Tirana? Pres ato pretendime që kanë pas edhe kandidatë e Partisë Demokratike dhe kandidatë e Partisë Socialiste. Të jemi realistën, jam kupton. Edhe ata të poses kanë drejt më burë, që t'i bim kokos. Pavarësisht se Edi Rama ju çoi mesazh dhe tha të rriquni nga kjo histori. Ata në parti rreshti, funksionojnë si ushtar, do më thënë rreshti dhe futen rresht, ndërkohë nga ana tjetër, më thonë drejtën, unë do ta ndjek të vërtetën time sepse ja kam bërë qytetarëve. Kur kam shku i kam kërku votën, i kam thënë mjep votën dhe më kanë thënë do ta jap, po ana e mbro do të votën deri në minutë fundit. Unë po bëj këtë betimin tim që do ta çoj deri në fund. Nuk e di unë a do ta marr mandatin apo jo, sepse nuk është ky thelbi. Thelbi është standardi dhe shfuqizimi i atij nenit kodit zgjedhor që do të çlirojë çdo kandidat nesër pas nesër që do jetë në një garë zgjedhore. Precedenti është shumë i rëndësishëm i lirë. E njëjta gjë është kërkuar në 2021 dhe nuk arrit të bëhej në 2021. Prandaj këto zgjedhje dhe kjo vendimarrje e Kasit tani është historike, mbeso. Sepse do përdoret si precedent për zgjedhjet e tjera. Në 2021 ka qenë kandidatja Lediana Fratari, që ka kërkuar të njëjtën gjë dhe Kasi ka vendos jo. Atëherë në pakic ka dalë vetëm zoti Ilir Usmajli, që ishte edhe kësaj radhe
pro kandidatëve për ta çuar në rinumrim. Ndërkohë kjo vendimarrje re e Kasit kësaj radhe do t'i shërbejë Shqipërisë mbi të gjitha për zgjedhjet e ardhshme dhe për këto zgjedhje. Shpresojmë ndodh kështu. Aulon, faleminderit. Faleminderit.